dhuna në familje vazhdon të mbetet shqetësim në Kosovë dhe shumica e viktimave janë gra. Këto janë edhe të gjeturat e raportit ton. Ndonë se ka pasur përmirësime ndër vite sa i përket trajtimit të rasteve të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore nga sistemi gjyqësor dhe prokurorial, ende ka probleme dhe sfida strukturore të cilat kërkojnë natyrisht vëmendje të mëtutjeshme si nga sistemi ashtu edhe nga institucionet e tjera. Dua të them se kemi ftuar edhe pjesëmarrës nga Ministria e Drejtësisë, por që ata sot nuk janë prezent në këtë kryes. Megjithatë, i gjithë raporti fokusohet në punën e gjyqësorit, prokurorisë dhe policisë, prandaj jemi shumë falenderues që përtej panelit sot po shoh këtu edhe përfaqësues të institucioneve kryesore, të cilët i falenderojmë për pjesëmarrjen e tyre në këtë kryes të organizuar nga ne. Raportin e kam lexuar, është një bazë e mire të dhënave, por nga ana ime, që të jem shumë e shkurt, kam nërë në sy dy gjëra diametralisht të kundërta. E para ka të bëjë me numrin e madh të rasteve në Mitrovicën e Veriut, nuk e kam zgjedhur me ndonjë kutadion, mirë po më ka rënë në sy se aty ishte numri më i madh i rasteve. Në anën tjetër, zvoglimi i kohës së rasteve, si dhe zvoglimi i backlogut të rasteve. Kjo ishte një anë shumë pozitive, që nuk duhet të çdo herë të potencojmë gjëra të cilat janë negative meqense të gjithë i dim, por në anën tjetër edhe diçka pozitive. Për të parë fatkeqësisht përpjekjet dhe të dhënat edhe të raportit edhe të bazës ligjore dhe të institucioneve janë më të ngadalta, meqense është një temë shumë delikate, shumë e rëndësishme dhe mjaft serioze, nuk ka mundësi që ajo të ndryshohet ngadalë, por me kohë dhe punën e juve të mrekullueshme, po ashtu të GLPS-s, gjithashtu zyra jonë qëndron e përkushtuar në financim të drejtave të njerëzit, në gjithmonë duke synuar arritjen sa më të afërt me standardet jo vetëm ndërkombëtare, meqense edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës e mundson një gjë të tillë, ka një bazë të mirë, domethënë ligjore, një kornizë ligjore, por jo çdo herë që ajo është e lehtë të implementohet. Siç e potencon edhe raporti, janë disa rekomandime të cilat janë mjaft të mira dhe janë bazë e mirë për një punë të vazhdueshme që të arrihet sa më shumë një sukses në aspektin pozitiv në dhunën në familje. Shkurtimisht, gjetjet kryesore nga ky raport është se dhuna në familje mbetet një fenomen shqetësues që prek të gjitha grup moshat e shoqërisë, nga të mituri deri tek personat e moshës së shtyr. Forma më e përhapur e dhunës në familje është dhuna ndaj grave. Me vënd do të shohim se rreth 75% e viktimave të dhunës në familje rezultojnë të jenë gra, ndërsa 25% janë burra. Kosova ka një kornizë të konsoliduar ligjore për mbrojtjen dhe parandalimin e këtij fenomeni. Sfidë kryesore mbetet implementimi praktik i legjislacionit ekzistues. Policia vazhdon të pranojë një numër të konsiderueshëm të raportimeve të dhunës në familje, për nga numri i raportimeve prin rajoni i Prishtinës, ndërsa rajoni i Mitrovicës së Veriut prin në bazë të incidenteve në 10.000 banor. Institucionet e drejtësisë janë duke i trajtuar me prioritet rastet e dhunës në familje, pra është një sinjal pozitiv që si prokuroria ashtu edhe gjykatat rastet e dhunës në familje janë duke i trajtuar me prioritet të lartë. Por ajo që ka mbetet sfiduese edhe nga të gjeturat e këtij raporti mbetet politika ndëshkimore. Rreth 87% e akteve akuzuese të prokurorive konfirmohen nga gjykata dhe përfundojnë me gjykime dënuese, pra paraqet një efikasitet të lartë të akteve akuzuese që ngriten nga ana e prokurorit të shtetit. Sa i përket gjykatave, vetëm 14% e të akuzuar morën dënimin kumulativ gjob dhe dënim me burgim, siç e parashikon Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Për këtë pjesë do të diskutojmë edhe të gjeturat, sa përket edhe çështjes se ka pranim të fajësisë në një shkallë të lartë, ka ana të pandehur dhe ndoshta kjo mund të ndikojë të kemi një përqindje kaq të ulët sa i përket mos aplikimit të dënimit kumulativ për raste të tilla. Sfidë për gjyqësorin mbetet numri i lartë i seancave të anuluara apo të shtyra, si pasojë e mungesës së të pandehura dhe paleve të tjera të përfshira në procese gjyqësore. Këtu kemi paraqitur shkurtimisht, ndonë se kemi pak më larg për me po janë edhe pse keni në raport, paraqesim kornizën ligjore që ka Republika e Kosovës sa i përket mbrojtjes dhe parandalimin nga dhuna në familje. Siç e dini, tashmë Republika e Kosovës në kushtetutën e saj ka inkorporuar edhe Konventin e Stambollit dhe kemi edhe një ligj thuajse të ri sa i përket parandalimit dhe mbrojtjes nga dhuna në familje. Çka kemi vlerësuar te pjesa e kornizës ligjore, ajo që ka mbetur shqetësuese pra është çështja e implementimit në praktik. Siç e dini,
nga viti 2015. Kosova e ka ligjin për mbikëqyrjen elektronike të personave, lëvizjet e cilave është kufizuar me vendim gjyqësor, ndërsa vetëm në fund të vitit 2024 ka filluar që të aplikohet. Prandaj, mbetet obligimi institucioneve që të shtyjnë përpara implementimin e këtij legjislacioni. Se pari po du me falenderu policinë e Kosovës, e cila në vazhdimsi ka qenë transparente dhe bashkëpunuese me ne, duke ndarë dhonat që i kanë sa për këtë rasteve të dhunës në familje. Si që jetë edhe nga tabela, në total, gjatë vitit 2025, policia e Kosovës ka pranuar 2815 raste të dhunës në familje. Prishtina prind si rajoni me numër më të madh me 960 raste, ndërsa në bazë të incidencës në 10.000 banor, prind rajoni i Mitrovicës së Veriut me rreth 25 raste për 10.000 banor. Në nivel vendi, numri i përgjithshëm i viktimave të dhunës në familje ishte 2836, nga të cilat 75.35% e tyre ishin gra dhe 24.65% ishin burra. Këtu në tabeli kemi ndarë dhe sipas rajoneve dhe vlenë të theksohet që për shembull ta zom rajoni i Prishtinës, dikon rreth 80% e viktimave janë gra, 20% dalin burra dhe dhënat për rajonet e tjera si vjen. Por që si total mbetet që mbi 75% e viktimave janë gra, ndërsa 25% janë burra. Nga të dhënat e raportuara tek Policia e Kosovës, kemi 2998 persona të dyshuar, ku 84% e tyre ishin burra, ndërsa 16% ishin gra. Nga numri i personave të dyshuar, 1081 persona janë arrestuar për dhunë në familje, ku prej tyre 92% janë burra, ndërsa 8% janë gra. Unë konsideroj se dhuna në familje është një nga sfidat më serioze të shtetit të së drejtës dhe një provë reale për funksionimin e drejtësisë penale në çdo shoqëri demokratike. Gjithë bindemi se ajo nuk ndodh në hapësira publike, nuk mund të ndodhë në këtë sallë, nuk zhvillohet as para kamerave, ajo ndodh në heshtje pas dyrëve të mbyllura, aty ku viktima shpesh mbetet e vetme përballë frikës, presionit dhe dhunës së vazhdueshme. Prandaj, është mase i domosdoshëm reagimi institucional ndaj dhunës në familje dhe nuk është vetëm detyrim ligjor, por është detyrim moral dhe është detyrim shtetëror. Mund të themi se në Kosovë, ne prokuria përfaqëson mekanizmin kyç të reagimit të shtetit së bashku me Policinë e Kosovës. Mirë po, Kodi Penal i Republikës së Kosovës dhe ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje janë gjithashtu mekanizma të fortë që mbështesin njëri tjetrin për trajtimin e këtyre rasteve dhe me vendosmëri nuk do të lejohen që dhuna me të tjetë të eskalojë. Çdo kallëzim penal për dhunë në familje është më shumë se një dosje procedurale, është një kërkesë për mbrojtje dhe përgjegjja jonë duhet të jetë menjëhershme, profesionale dhe pa kompromis.